Në Komisionin për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut, do të zhvillohej ditën e nesërme seanca dëgjimore me kandidat për kryetar dhe antar të Komisionit të Prokurimit Publik. Për postin e kryetarit janë përzgjedhur 4 kandidat: Ismail Shehu, Enea Hoti, Martil Sula dhe Behar Zeneli. Ndërkohë, për antar të KPP-s konkurrojnë 20 kandidat, mes të cilëve Florent Zguro, Edvin Simo, Enkeleon Topulli, Lulzi Mata dhe të tjerë. Procesi vjen pas afro 2 javësh gjatë të cilave Komisioni i Prokurimit Publik ka qenë praktikisht jo funksional, pasi antarëve u ka përfunduar mandati. Si pasojë, janë pezulluar shqyrtimi i ankesave dhe vendimarrja për një sër procedurash të Prokurimit Publik. Procesi për zgjedhjen e kryetarit të KPP-s është zvarritur për 1 viti, pas pezullimit të Jonaid Myzyrit nga SPAK në korrik të vitit 2025, ku Kryeministria hapi për herë të parë garën për zëvendësimin e tij. Më pas, më 14 nëntor të vitit 2025, gara u riha për herë të dytë, por edhe kjo procedurë dështoi, pasi më 7 prill të vitit 2026, Kryeministria e mbylli pa propozuar asnjë kandidaturë për kuvendin. Për këtë arsye, më 28 prill të vitit 2026, u cil një procedurë e re, kësaj here jo vetëm për postin e kryetarit, por edhe për 3 antarët e KPP-s, të cilëve u përfundoi mandati në fund të qershorit. Afati i aplikimeve ishte fillimisht 28 maj, por u shtyt deri më 3 qershor, pa u dhënë asnjë arsye konkrete. Ndërkohë, më 29 qershor të këtij viti përfundua mandatet e Florent Zgurës, Anila Malajt dhe Krishnik Tërnovës, duke e lënë KPP-n pa pjesëtarët e nevojshëm për të shqyrtuar ankesat në procedurat e prokurimit publik.